Aeroporti i Tiranës, artera kryesore që lidh Shqipërinë me Kosovën, porti i hidrokarbureve, ku janë 2-3 njerëz të cilët e kontrollojnë. Tashmë edhe në Zvërnes flitet për pak njerëz të cilët do të investonin atje. Pra, jo vetëm kjo, po për të shikosh edhe burimin e pasurisë të 10 njerëzve më të pasur në Shqipëri, nuk vjen nga një aktivitet ekonomik i cili prodhon, gjeneron diçka të re për ekonominë shqiptare, por vjen nga kontratat publike, pra nga buxheti i shtetit. Kjo është një ekonomi ku shteti është aktor kryesor. Kapitalizëm kronik. Nuk di, nga pikpamja teorike nuk mund të them se cilit modeli ngjan, por ajo që është e qartë është kjo e lirë, që shteti është aktori kryesor ekonomik. Dhe nëse ti do të merresh me sipërmarrje, do të bësh hire në biznes, duhet të lidhesh patjetër me aktorët politik. Pra që të marrësh licenca, leje, të nënshkruash kontrata publike. Sa prokurime të rëndësishme në Shqipëri janë konkurruese, janë të hapura, janë ndërkombëtare, janë të ndershme. Nuk e di. Vështirë të thuash që ka një proces tenderimi ku aktorët ekonomik paraqesin ofertat e tyre dhe më i miri fiton, pa paracaktuar fillimisht. Mjafton të shikoni rastin e tunelit Llogaras. Kuptohet, u bë një proces tenderimi, u anullua sepse siç duket qeveria nuk ishte e lumtur me aktorin i cili e fitoi, u rihap, fitoi një aktor tjetër ekonomik e kështu me radhë. Pra, nuk kemi të bëjmë me një model ku suksesi përcaktohet nga aftësitë, talenti, merita, puna që ti derdh në sipërmarrje, qoftë edhe në profesion, por nga shteti. Pra sa afër ti je me politikët, me shtetin. Edhe mendoj që ky model është një nga arsyet sepse ne kemi aq shumë njerëz në shesh në Tiranë. Pra është një model i cili tashmë është hyrë një lloj monstre që po shkatron ekonominë shqiptare dhe kjo vjet re mjaft lehtë. Në të dhëna empirike. Në 10 vitet e fundit ne kemi humbur 1/3 e popullsisë. Sigurisht njerëzit kanë ikur gjithmonë, do të ikin, po kjo është një shifër jashtëzakonisht e madhe për një vend vogël si Shqipëria. Pra, kjo thotë që njerëzit nuk gjejnë mundësi këtu, nuk bëjnë dot biznes, nuk rriten dot profesionalisht, nuk gjejnë dot hapësirë për të ndërtuar jetën këtu, nuk blejnë dot një shtëpi, sidomos të rinjt, për të ndërtuar familje. Pra, gjitha këto të bëjnë të kuptosh që ky model ekonomik, i cili ka nxjerrur njerëzit në shesh, sepse mendoj që ka arritur fazën ku tashmë çdo gjë kontrollohet nga shteti dhe ka shkatruar atë dorën e padukshme të Smithit në treg, pra. Mendoj që e ka shterruar vetveten. Edhe ajo çka ne po përjetojmë sot janë fazat e degradimit të tij. Duke qenë se jemi në drejt fundit të emisionit, për të qëndruar te ai që është elefanti në pra protesta masive, bazuar në shkaqe që ju shpjeguat në mënyrë shumë racionale, te produkti tani që do sjelli protestas, sipas optikës suaj, sepse dim që çdo protestë, lëvizje sociale, jo protestë, lëvizje sociale në histori ka prodhuar një produkt politik. Qoftë ky Martin Luther Kingut në Shtetet Bashkuara të Amerikës, qoftë ky lëvizjet e 68-s në Amerikë apo në Europë, apo këto lëvizjet anti-establishment në Europë dhe në Amerikë së fundmi. Pra ka dhënë një produkt politik që është kapitalizuar nga një apo disa aktor apo faktor politik të establishmentit apo jashtë establishmentit. Tani vim në Shqipëri. Ne kemi parti opozitare, si Partia Demokratike, dhe aleatë e saj tradicional. Kemi dhe forcat të reja anti-establishment, Partia Shehajt, Partia Lapajt, Partia Qorit e tjerë me radhë. Duket sikur protestuesit nuk duan ta afiliohen me asnjë nga këto parti, madje kanë ndonjëherë përzën nga sheshi ose kanë dalë grupe që kanë kërkuar distancimin prej tyre, dhe nga ana tjetër refuzojnë të kryejnë parti politike. Nga ana tjetër kemi disa prej tyre që thonë që ne jemi liderët e protestës, por refuzojnë nga të tjerë. Si mendoni se do i shkojë fati mbrami i kësaj proteste apo i kësaj lëvizje për të materializuar në një përfitim konkret, pra në realizimin e kërkesave të tyre, largimin e Ramës, qeveri teknike, zgjedhje të reja, dyshim kushtetute, pra kush do format dhe mënyrat, si është në mënyrë racionale flas, në optikën tuaj, për të ecur përpara me rezultatet.